Ndarja e Ledri Vulës dhe Sara Hoxhës vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes publike dhe mediatike. Por së fundmi, mbi këtë temë ka reaguar dhe nëna e reperit, Gjeraldina Vula, në një intervistë ekskluzive. E njohur për qëndrimet e saj të drejtë për drejta, Gjeraldina ka pranuar se lajmi për ndarjen i ka tronditur të gjithë si familje. Asnjë prind nuk gëzohet kur fëmia i tij ndahet, sidomos kur bëhet fjalë për një çift që ka qenë aq i mirë së bashku. Unë ndjem shumë keq, ishte shumë befasuese për ne, deklaroi ajo. Megjithatë, ajo nënvizoi se vendimet për marrëdhëniet e tyre u përkasin të rinjve. Nuk kemi pasur qejf fare, por të rinjt nuk na pyesin, ata bëjnë zgjedhjet e tyre. Pavarësisht ndarjes, Gjeraldina theksoi se marrëdhënia e saj me Sarën nuk ka ndryshuar as pak. Unë me Sarën vazhdoj të kem të njëjtën marrëdhënie. Nuk ka asnjë antagonizëm mes nesh. Ajo vazhdon të kujdeset për vajzën, e sjell te gjyqja, vjen dhe na viziton. Gjërat janë shumë korrekte mes nesh, zbulon të tjera Gjeraldina Vula. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se Ledri Vula u përfol për një lidhje me Xhensila Mirxhezajn, por me sa duket kanë qenë thjesht në kuadër të thashë themeve.